Jemi mbledhur sërish përpara derës së Bashkisë Kamzës për të përcjellë vullnetin e rreth 2000 qytetarëve që kërkojnë nga bashkia të prapsojë vendimin e padrejtë dhe zhvatës të rritjes me 25% të çmimit biletës së autobusit. Bashkia Kamës e theksoi edhe një herë me konsensus të plot, bipartizan, PD, PS, i ka shërbyer oligarkëve transportit privat për të rritur çmimin e biletës së autobusit, çmimin e abonesë. Ne kërkojmë prapësimin e këtyre vendimeve, kërkojmë nga ana tjetër që, duke ndjepur shembujt më të mirë, edhe nga bota, Bashkia e Kamzës të ofrojë qytetarëve të Kamzës, si pensionistët dhe studentët, abone falas. Transporti publik është një drejtë themelore, shoqërore e njerëzve. Pa transport publik të lirë, të përballueshëm, cilësor dhe të shpejt, jo vetëm qytetarët privohen nga lëvizja, por bllokohet edhe ekonomia e vendit. Përgjegjësit politik në nivel lokal dhe qendror nuk duhet që të shërbejnë interesave të oligarkëve, nuk mund të vazhdojnë të jenë njerëz të korruptuar që për rishfet të tradhtojnë qytetarët e tyre, por do duhet që në çdo rast të mirë përfaqësonin qytetarët, këtu në Kamës, në Tiranë dhe anë e këmbë të Shqipërisë. Ky nuk do të jetë hapi i fundit për të kërkuar këtë drejtë mohuar të qytetarëve të Kamzës. Ne do t'i lëmë disa ditë kohë Bashkisë Kamzës që të reflektojë dhe të prapsojë vendimet e veta të padrejta, përndryshe do të thrasin përsëri qytetarët e Kamzës në protesta edhe më të mëdha, edhe më të forta. Të drejtat nuk mund të presim na japin pa rezistuar, pa organizuar, pa ngritur zërin dhe pa bërë realitet atë që është aspirata jonë dhe drejta jonë.